Vetëm pak orë para prajmit të sotëm, kurioziteti se kush do të largohet mes Kristit, Selin, Seno dhe Lornës është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se kush do të largohet, dhe nga rezultatet paraprake përqindjen më të lartë për të larguar e ka Lorna me 46% të votave, e ndjekur nga Seno me 26% të votave, më pas Selin me 21% të votave, dhe në fund Kristi me vetëm 7% të votave për të larguar. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, por pavarësisht rezultateve, ai që do të largohet është Seno, pasi është produksioni ai që vendos, dhe për ta Seno ka më pak potencial në lojë. Kujtojmë se këta banor shkuan në televotim nga mënyra e re e nominimit, ku dy nga hyrjet e reja të prajmit të kaluar, Armela dhe Juela, thanë emrat të dy prej banorëve. Armela zgjodhi Lornën dhe Juela zgjodhi Kristin, dhe këta dy banorë të nominuar zgjodhen dy të tjerë, që ishin Seno dhe Selin. Po ju, kush mendoni se do të largohet?